Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke punuar për përgatitjen e dokumentacionit zgjedhor që do të dërgohet në adresën e deklaruar nga votuesit nga diaspora. Mësohet se zarfi me dokumentacionin zgjedhor do të dorëzohet nga kurrieri i operatorit postar. Kompania postare, e cila do të kryejë dërgimin e votës së diasporës, do të zgjidhet sot pas orës 15 kur të mbyllet dhe procedura. Nëse kurrieri nuk e gjen në adresën e deklaruar nga votuesi, ai do të bëjë deri në 3 tentativa për dorëzuar dokumentacionin zgjedhor. Dokumentacioni zgjedhor do të merret në dorëzim personalisht nga secili pasi të ketë treguar një mjet identifikimi të votuesit dhe të ketë firmosur përmarrjen e tij. Për datën e nisjes së dërgimit të zarfave me dokumentacionin zgjedhor pritet të ketë dhe një njoftim publik, ndërsa shpërndarja pritet të nisë nga datat 8-10 prill. Për mënyrën se si duhet plotësojnë korrekt fletën e votimit dhe dërgojnë mbrapsht atë, do të udhëzohen përmjet udhëzuesit që do t'u shkojë bashkë me zarfin me fletën e votimit. Mësohet se posta e kthimit për në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është e paguar. Zarfin e kthimit mbrapsht do t'u shkojë gjithashtu bashkë me zarfin me fletën e votimit.